Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I falë dhe ndihmë kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, edhe një buzëqeshje ose sadaka, edhe një fjalë e mirë është lëmosh apo sadaka. Pyetja që mund ta parashtrojmë ne si besimtar është cila qenë ka fjala e mirë, ose cila është fjala e mirë që duhet me ia thonë dikujt e është sadaka. Fjala e mirë është se zënëherë njeriu kur flet e gëzon tjetrin, ose I ndihmon njerëzit apo I afron njerëzit me të vërtetë. Një fjalë e mirë, për shembull, mundet me qenë faleminderit me I thonë dikujt, ose mi thonë dikujt të dua për hir të Allahut fuqiplot, ose një këshill, qoftë e vogël apo ose e shkurt apo më e gjatë, që në fundit I kemi për detyrë dhe obligim njëri tjetrit. Allah subhanahu wa taala në Kur'an e përmend fjalën e mirë dhe thot: Alam tara kayfa daraba Allah مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. A nuk e shifni ju thot se si Allah subhanahu wa taala e ka bërë shembullin e fjalës së mirë, si ajo e pema që I ka rrojnë thellë, ndërsa degët e shpërndara. Fjala e mirë duhet mi pasë rrojnë të thellë e pastaj me shpërnda edhe të njerëzit tjerë. Të ndershëm vëllezër, nëse flasim, mirë është të flasim mirë, fjalë të ëmbla, fjalë të drejta, që t'i gëzojmë besimtarët, t'i gëzojmë familjarët dhe shokët. Por ndryshe, nëse mendojmë që fjalët e tona e keqësojnë situatën, apo e mërzisin dikë, apo e nënçmojnë dikë, atëherë më mirë mos me fol, por me hesht. Por në qoftë se fjala e mirë është e dashur të Allahu subhanahu wa taala, atëherë pyetja që mund ta parashtrojmë është pse fjalët e mira I don Allahu subhanahu wa taala. Sepse të ndershëm vëllezër, fjalët e mira sjellin respekt, sjellin afrim, sjellin paqe edhe në fund shpërblim. Nëse dy njerëz e kanë një problem ndërmjet vete, kush mundet me I pajtu ata? Fjalët e mira që mundën me ia thonë njëri tjetrit, fjalët e buta, fjalët me maturi, fjalët që e prekin zemrën e tij për ka e mirë. Allah subhanahu wa taala I don ata njerëz që flasin me butësi, që flasin me mençuri, ose I don ata njerëz që janë shkak dhe sebeb për me I pajtu tjerët. Edhe I don ata njerëz që I shmangën fjalëve të liga, fjalëve që nuk na kanë hije. A mund me I thonë, I themi, ne të gjithë ndoshta I themi, mirë po, me qenë se e mësojmë veten që me gjuhën tonë vetëm fjalë të mira themi, do të ishte shumë mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: El kelimatu tayyiba sadaqa. Fjala e mirë është sadaka apo lëmosh. Të ndershëm vëllezër, nuk duhet me qenë shumë I pasur për me dhanë. Edhe nuk duhet me qenë shumë I ditur dhe I mençur për me thonë fjalë të mirë. Edhe fukaraja jetë. Edhe fukaraja ndihmon. Edhe ai që nuk I ka mundësitë e mira ndihmon. Ne me prit krejt me kri shkollë dhe pastaj me mësu dika, nuk kanë rregull. Secili din diçka më shumë se tjetri. Secili e thot një fjalë ndoshta të mirë, edhe duhet me thënë. Por atë shkak, secili unë dhe ju e kemi për detyrë dhe obligim me thonë nga një fjalë mirë në për shtëpitë tona, në për punët e tona,
në për mahallat e tana, dhe kudo që shkojmë dhe të. Sepse fjala e mirë që del nga zemra, pasha Allahun, shkon të zemra ati që ja thua. Të ndërshëm vëllezër, ku dallimi ndërmjet atij që buzëqesh dhe atij që rri mrolt ose serios? Është mirë me qenë serios ku duhet. Duhet me qenë serios ati ku duhet. Ama doniherë është mirë me i buzëqesh vëllaut tënd, shokët tënd, nxënësit tënd, xhamatit tënd. Është mirë me i buzëqesh mi tregu se unë të respektoj. Sepse buzëqeshja o mirësi, buzëqeshja tregon besim. Kur buzëqesh njeriu e gëzon zemrën e vllaut, e atij që i buzëqesh, dhe fiton në fundi shpërblimin të Allahut subhanuhu teala. Kur takojmë ndërmjet veten mundesh me shiqu pak kështu më seriozisht, edhe mundesh me i buzëqesh. Shembull, dy lloj selami ka. Assalamu alaikum duke i buzëqesh, edhe assalamu alaikum. Disi si ai të dia selam janë. Ama selami me buzëqeshje edhe selami mralt kështu e di serios. Ti më thon pse vë shumë, vallai më s'kam pas asgjë. E tash duhet më shpjegoj. Pse e ke dhënë selamin pak i mralt. E pse më sjell punën më shpjegoj dikujt duke qenë një selam tjetër. Edhe i thua assalamu alaikum edhe i buzëqesh. Do me thonë, këtë rast e fiton ose e ban njeriu ka vetë. Ai nuk mundet me pas mendim negativ. Ama se nëse i jep selam, ose e përshëndet, duke qenë mbrol, duke qenë shumë serios, atëra ati i lind dyshimi, ki mirë me më përshëndetje, ma pse kështu, si me nervos, ma tha, si mbrol. A ti bëvna ki ja ki thonë me dashamirësi, me për shkak asaj ati seriositetit ai ka mundësi me këtë kuptu. Për atë shkak të ndershëm vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatu. Do të thonë buzëqeshja në fytyrën e vllaut tënd është sadaka, o lëmosh. Do të thonë nuk qenë ka sadakaja vetëm me dhon pasuri, vetëm me dhon të holla. Por sadaka e qenë ka edhe me i buzëqesh dikujt. Ama një moment, një buzëqeshje e jotja dhe imja edhe të gjithë neve, e disa zemra mundet me shëru. E disa të mira mundet me sjell. Pasha Allahun, dikush ta ka marrë diçka për negativ, ku e di su ki duk në rregull, edhe ai me vite të tëra mendon keq për ti. Edhe në momentin që i del për para edhe i thu assalamu alaikum duke buzëqesh, ja ndron mendimin 100%. Atë mendimin negativ ja ban pastaj pozitiv. Ne çdo ditë takohemi me njerëz. Rrallë herë ndodh me që 24 orë veç. Rrallë herë. Mundet dikujt, ka lloj pune, mundet për shembull kanë caktuar një vend që do të 24 orë veç dush me ditë. Ama ajo rrallë. Përgjithësi, të gjithë njerëzit takohemi ndërmjet vetë. Ashtu jeta. Mirë. E nëse takohemi ndërmjet vetë, cilet fjalë ose si duhet të përdorim fjalët e tona në përditshmëri. Me cilin duhet me fol ne me respektin maksimal. Me prindërit tonë, ata që i kanë gjallë. Nëse e ka dikush gjallë, babën dhe nanën, mos i humbni dy dyert xhenetit që i keni. Mundi me mshet, s'ka problem. Mundi me mbyll. Si mbyllën ata, ju flet prindërve pa respekt. Ja u ngrit zërin, nuk ju buzëqesh. Të kundërtën, nëse don me i çelë të dy dyert për me hinë xhenet nëpërmjet prindërve, çka duhet me bëj? Shumë thjesht. Ju fol me respekt.
me dashuri, duke buzëqesh, e kështu me radhë. Po kujt tjetër duhet mi fol me respekt dhe me buzëqeshje? Arsimtarit, profesorit, ai që të mëson. Ati që të mëson. Pa marrë parasysh ku je dhe si je. A jetë hoxha, a jetë mualimi, a jetë mësuesi, a jetë profesori. Është mirë kur ti flasësh ati, ti flasësh me respekt dhe me buzëqeshje. Pasha Allahun, në momentin që i flet me respekt dhe me buzëqeshje, sa do që ka pas njeriu mendim negativ, ka me e këthi ka pozitiviteti. Por në qëfë se duhet me i fol dikujt, për një problem që e pas ka aj, edhe ti duhesh me adhon një këshill. Se duhet me tjene e këshilla? A e këshilla duhet me tjene e butë, e menduar mirë, sepse do njëherë mund është me fol drejt, ama se ke gjetë kohën, vendin dhe mënirën. Është mirë me mendu kohën, edhe ati që do në mi fol, mi adhon një këshill, pëse e pas ka gabim diçka, është mirë me gjetë kër është edhe i mirë. Jo, për shembull, ajo është i mërzitur, ti e din që është i mërzitur, dhe në momentin që është në mërzit më të madhe e kap, edhe do në mi fol diçka. Sa do që je i but, ai momenti nuk është. Por atë shkak të ndryshëm vëllezër, është mirë ta këshillojmë njëri tjetrin, mirë po duhet me e kërku atë momentumin, atë momentin, kohën e duhur, që ai me ta pranu këshillën. A këshilla duhet me qenë e butë, e menduar mirë, jo e vrasht. Do me këshillu dika të falet, dush me ja gjetë momentin dhe me ja shpjegu mirë. Do me këshillu dika se nuk i ka punë të mirë me prindërit e vetë, duhet me ja gjetë momentin, me ja dhënë një këshill të mirë dhe në momentin e duhur. Por ne flasim në përditshmëri. Edhe kjo çështje e gibetit, e muhabeteve që i bëjmë ne pa qenë njerëzit prezent, është shumë pengesë e madhe, dhe shumë mëkat i madh te Allahu subhanahu wa taala. Të ndershëm vëllezër, nëse u duhet me fol, përgojimi është ndaluar. Nëse duhet me i thonë dikujt, thuja atij që do me ja thonë. Sepse ja thot, ja thu këtij ngjath, nuk do me thonë që arrin ta të majtë si do në ti. Ose nëse e ke thonë këtij të parit, nuk arrin ta i fundi si do në ti. Nuk e në dëgjuat atë masallën e Nësedin Hoxhës, në pazar në Krahin. Një vojë ka përmend, kur ka mbrinë në fund, janë bon 100-101. Ma mirë, atë që duhet me ma thonë, eja ma thua mua. Selamët është mirë mi dërgu. Në përmet njerëzve, do një selam, do një, s'ka problem. Ama më e mirë, ose më mirë, do të ishte se cilin e njëri tjetrin të këshillojmë direkt. Sepse do njerë indirekt, atë që ma thuti mua, me ja thonë ati, unë e pak disi du të heshoj, se s'mu duk mirë si ma thonë ti, e unë në momentin që du ta bëj ma bukur, pak do shta e ka bërë. Për të mirë, po thamë, o gibet, para me ndoje, në që fse flasim me njëri tjetrin, për atë tretin, pa e ditaj edhe për të keqë. Por atë shkak, nëse duhet me thonë, ose me folë, atë le tjetë direkt me takim me njerëzit e jo me folë me njëri tjetrin për ata që nuk janë prezent. Mira, është e lejuar të lavdrojmë njerëzit për veprat dhe punë që i kanë bërë. Është mirë, po edhe këtu duhet me gjetë kohën dhe moment. Se njerëzit ngushtohen. Edhe këshilla për një gabim ja dhon para tjerëve e ngushton, mirë po mos mendoni që me lavdru njeriu nuk e ngushton, edhe lavdrimi e ngushton njeriu. Por nëse e ke gjetë vetë, është mirë mi thonë, vallojve halal qoftë. Ose tash ka rrjete sociale, është mirë mi përdorë, mi a quni selam njëri tjetrit, por mi thonë, Zotit shpërbleft për punën që i ke bërë. Sigur, për shembull lajmërojnë një vdekje, edhe në kreç shkruaj, mos paku, se cili ja shkruan Allahu më shiroftë. E njohim se njohim.
lajmëron dikush për shembull, një operacion apo një ndihmë e madhe ka ndodhur me 1000 euro, nëse dim kush janë ato njerëz, po tash në aspektin e respektit që duhet me pas për njerëzit që ndihmojnë, bashkojmë Allahu i shpërbleft edhe a shtoft pasurinë. Nëse ka dhënë diçka. Ose dikush ka ndihmuar diçka tjetër. Është mirë me lavdëru njerëzit, mirë po edhe lavdërimi duhet me qenë në moment duhur që mos ta ndije veten mirë keqaj, ose tjetra që mos bëhet krye lart pastaj. Edhe mos mendoj se pa atë nuk bëhet asgjë. Jo, edhe pa atë bëhet, por në momentin që e ka bën duhet me falëndru atë. Të ndeshë vëllezër, ta përhapim selamin. Prej fjalëve të mira është ta përshëndesim njëri tjetrin. Tash edhe këtë çështjen e selamit, edhe përshëndetjes islame shumë herët e patoj njerëzit, nejna shqiptarë, sina arape, sina ku e diunë. Mirë. Tash në disa vende janë ende vazhdon ajo lufta me hek selami se s'qenë ka shqip, e këto tjerat për shembull hello. Edi, ta selami arabisht e kjo shqip u bon hello, bye, my, ku e di unë, këtë shqip këtë. To, çfarë gjuhë e? Po nuk ka qëllimi shqip arabisht, qëllimi jo, gjithë çka që islame me hek. Ne këtë kena marrë vesh prej në fillim. Por çka përshëndetje islame o, përshëndetje internacionale. Mi thonë dikujt mirë dita, vallahi nuk ka problem. Edhe mirë mëngjes mi thonë nuk ka problem. Edhe mirë mbrëma mi thonë nuk ka problem. Edhe në krejt gjuhët mu përshëndetje nuk ka problem. Nuk ke dalë prej feje, s'ke bën haram, krejt në rregull. Mirë po përshëndetja më e bukur, më e kompletuar. Assalamu alejke, ose assalamu alejkum, wa rahmetullahi wa barakatuh. Jemi duke fol për ata që folin, e selami me fol. Paqja më dhe mëshira Allahu subhanahu wa taala qoftë mbi ti. Ose mbi të ju, mbi ju të gjithë. Paqja dhe mëshira. Të dijet. Vetëm paqja nuk mjafton. Paqja dhe mëshira. E tash, interesant, një luftë e pa nevojshme. E ne, selam aleikum rahmatullah, që e këto arabt. Ne, shemë, se e galon e emrin djallit, shemë Abdullah. Ju turko-arab. E ti që jale emrin e grekve, atje dhe të italianve, dhe të rusve, dhe të kinezve, dhe të indianve, ti ban, do me thonë. Pësa është emër anti-islam, ban. A nëse on pyetje një emër islam, nuk ban. Po si dhe qoftë nuk o tema këtu. Por duhet mi shtjellu këta punë edhe me përhap selamin. Mos na vjen turp dhe marrë, mi thonë dykujt selam alejkum. Ose selam alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Është përshëndetje internacional. Ku do të që shkon në botë, kuptoj. Nëse shkon ati Gjermanit që o muslimani i thu selam alejkum, a i thot alejkum selam. Nëse shkon ati Amerikanit mi thonë selam alejkum, alejkum selam. Po ati kinezit, assalamu alaikum, thot alaikum selam. Të ndërshëm vëllezër, përdoni gjuhën e mire ase si gjuhën që dëmton. Zoti ju rujt të gjithëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.